je një pronar biznesi shumë i fortë, ose edhe i vogël, i dobët, s'ka rëndësi, ti je një shitës. Pse? Sepse ti shet vizionin tënd tek klientët e tu, por e shet vizionin tënd edhe tek ekipi yt. Kur flasim për shitës, çka ke në mendje ti? Shitës, mendoj një person që don me të lënë diçka në dorë. Manipulues, nga ato që flasin shumë, që nuk pushojnë së folur, ose që mashtrues. Është e vishme, do të çik filozofik tash. Okej. Njeriu ka dy jetë. Jeta e dytë fillon menjëherë sapo e kupton që jeta pas kthehet më. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam një person që emri i tij më kombinohet me një fjalë anglisht, closer. Kur dëgjoj fjalën closer, më kujtohet në Shqipëri Eri business coach. Eri, mirë se erdhe. Faleminderit Giulio, kënaqësi që jemi bashkë edhe shumë i privilegjuar që jam pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. E ndjek shpesh këtë në YouTube edhe kasti i personave që fton aty janë vërtet cilësor. Faleminderit. Un kam dëshirë që gjithë këto njerëz, gjithë këto sipërmarrës, profesionistë në Shqipëri shoh shumë vlerë edhe mendoj që gjithë duhet më treguar vlerën e vet. Edhe kam pas dëshirë me kriju si dritare. Është ide shumë e mirë sepse është një mundësi që shiko, këtu bëhen gjërat. Domethënë, këta personazhe që ti fton, që janë biznesmen shumë suksesshëm, nuk janë self-made, nuk janë që e kanë trashëguar gjë, ne kanë kriju vetë. Edhe kanë kriju në Shqipëri. Se janë këto që do ikim zbot Shqipëria s'bëhet. No, është diçka që bëhet. Pse pikërisht fjala closer? Çfarë do thot closer? Mbyllës, Google Translate. Kjo është pyetje shumë e bukur. Përgjithsisht më bëjnë shpesh pse closer high ticket. Nuk e di, closer ka të bëjë me një gjë që quhet transformim. Neve nuk, unë personalisht po ndaj diçka që nuk e kam thënë më parë në asnjë vend. Unë e urrej shitjen plako. Urren shitjen dhe mëson të tjerë si të shesin. Unë e urrej shitjen. Nuk e di, kur flasim për shitës, çka ke në mendje ti? Shitës, mendoj një person që don me të lënë diçka në dorë. Manipulues, nga ato që flasin shumë, që nuk pushojnë së folur, ose që mashtrues, manipulator. Këta që të shesin kështu vaj gjarpri. Yes, edhe pikërisht prandaj shitjen unë kam e urrej, edhe urrej shumë. Edhe asnjëherë neve nuk shesim. Përkundrazi, neve bëjmë atë që quhet closer, mbyllje, ku neve merrem me transformimin e personit që blen, pra klientit, ku ai blen versionin më të mirë të vetes. Nuk ka të bëjë me pjesën transaksionale, lekët e tua më jep mua, ne pafshim, por ka të bëjë me transformimin tënd që ti do bësh versionin më i mirë i vetes tënde, edhe pse jo patjetër që kjo quhet jo shitje, por quhet transformim. Kuptova. Po pse pikërisht high ticket? Sepse ka një gamë të gjerë produkte, shërbimesh, pse ke zgjell për vete edhe për me i trajnu të tjerët për high ticket? Po, shiko, Giulio, unë jam edhe një konsulent biznesi, edhe merrem shumë me bizneset 6-7 shifra, dhe problemi kryesor i biznesit nuk është biznesi në vetë gjëja. Problemi është që pronarët e biznesit e përdorin biznesin si një lloj makinerie, si një vetur për t'i çuar ata drejt jetës së ëndrave. Tani biznesi që të çojë në jetën e ëndrave duhet të ketë fitim. Edhe nëse ne po flasim për fitim, një kompani që shet 20 euro, 30 euro, 100 euro, ja dhe 200 euro produkt, nuk ka fitim, Giulio. Unë i di shumë mirë sepse i shoh kompanitë që punojmë bashkë. Një kompani që gjeneroj fitim të mirë duhet të jetë një produkt i cili të jetë 1.000 euro, 2.000 euro, 10.000 euro, 20, 100, pse jo? Po me çfarë margji mesatar? Kjo ndikohet nga industria. Unë e di që ti e ke klient audiencë shumë të filtruar edhe nuk duhet bëj gabime, se e di që duhet të nxjinë ato komentet. Margji ndikon nga industria në industrinë, por thelbësore është që ti me 200 euro sot ikën ato kohët. Atëherë ka qenë bukur. Bëje një website të bukur, bëje një kështu video të bukur edhe të shitesh në produktin. Sot ka kaq shumë informacion, ka kaq shumë website, ka kaq shumë gjëra sa njerëzit nuk kanë më besim. Dhe patjetër i duhet një human, një njeri i cili mund të flasë në telefon ose mund të flasë në virtualisht ose pakohet në disa raste, në mënyrë që klienti të krijojë besim te ky produkti dhe ky klient të blej.
Në momentin që ti je në low ticket, në 200 euro, në 40 euro, kompanitë sot këtë e përdorin si një lloj port hyrëse. Pra unë po të shes këtë gjën e vogël në mënyrë që ti të krijosh pak besim tek kompania ime, dua një raport besimi, sepse filozofia e kompanive të mëdha dhe kompanive që unë punoj është që lifetime value, neve duam klientin për gjithë muajin, gjithë vitin, gjithë jetën. Sa më shumë klientët tanë prodhojnë rezultate të dukshme, aq më tepër kanë dëshirë që të punojnë me ne dhe të vazhdojnë me neve. Një filozofi e kanë kompanitë prestigjioze ku emri është më i rëndësishëm se sa shitja one time. E shita i herën të shihet, hajde mirupafshim. No. Unë këtë e shita një herë, zakonisht e përdor mbase dhe falas ose mbase diçka të vogël, në mënyrë për të parë një lloj interesimi. Nëse ky është i interesuar dhe i angazhuar, atëherë po hajde bëjmë biznes bashkë. Nëse jo, s'ka problem. Mund të gjesh dikë tjetër që mund të ndihmoj. Por koncepti i biznesit fitimprurës është që ti nuk mund të bësh dot një biznes fitimprurës me low ticket, të paktën me bizneset që unë punoj. Të kuptoj. Mos më Lëmë njën pjesën e fitimit. Është më e lehtë me shit një produkt të lirë apo high ticket? Me thënë të drejtën, nga eksperienca ime është më e thjeshtë shesësh high ticket. Si ka mundësi atëherë se nëse pagun dikush më shumë, ti si shitës ose si closer e ke më të thjeshtë për mja shit ose me mbyll marrëveshjen. Kjo s'më bën sens. Pikërisht, kjo është ideja, sepse ai kur ai të paguan shtrenjtë, kur ai të paguan shumë, ai të vlerëson. Të vlerëson dhe e merr seriozisht atë që thua. Nëse ai të paguan lirë, jo vetëm që nuk të vlerëson, në vetëm që të nën vlerëson, por të shef si 99.9% e tregut që janë këto sneaky oil, këto shitcat që vetëm bërtasin dhe është një profesion i rëndomt. Çfarë punë bën ai me shitës, e kupton? Je gjë e keqe. Kurse kur je closer high ticket, je një nivel më i lartë, je një nivel që ti merresh me transformimin e njerëzve. Pse është më i thjeshtë është sepse e para njëri neve vlerësojmë më shumë ato që paguajmë më shumë. Dhe kur ti bëhesh në stadin që njerëzit të paguajnë më shumë, atëherë patjetër që ti je komod, ke pozicionimin e dur që ti mund t'i ndihmosh të tjerët, jo t'ju shesësh. Ti bësh ata të blejnë. Po si ndryshojnë për shembull refuzimet të një high ticket product edhe të një low ticket product? A janë të njëjtat refuzime ose të njëjtat justifikime? Shiko, refuzimet, këtu janë 52 refuzime klientësh, se si neve i trajtojmë, kartat e shitësit fitues, por kjo është gjëja më e vogël që është në teknikat e shitjes që neve përdorim. Refuzimet janë pjesë të punës edhe pjesë të funnel-it që klientët kanë. Shumica thonë, çmimi i shtrenjtë, funksionon për mua, tjerë dhe patjetër që këto kundërshtimet janë nuk mund t'i them dot të thjeshta ose të vështira, por mund t'i them dot i trajnuar ose i pa trajnuar. Në botën e biznesit nuk ka talente, unë jam talent, unë jam i rritur, lindur. Jam i trajnuar për këtë punë, jam serioz, jam specifik, ose thjesht po e bëj për hobi. Kam qef. Po e bëj një herë kështu për qef. Të kuptoj. Leila Hormozi është gruaja e Alex Hormozi, që janë të dy super sheets të mirë, closers, advertisers. Edhe dje pava një postim që thoshte, shitja fillon momentin që klienti thotë jo. Sa je dakord me këtë shprehje? Shumë e vërtet, plotësisht dakord. Sepse ndodh diçka, po futemi pak thellë. Momenti që kur klienti thotë jo, klienti është i interesuar për produktin tënd. Thotë jo, si pëlqen ngjyra flokëve tu, si pëlqen çmimi, si pëlqen gjëra që kanë të bëjnë më shumë me qartësinë. Kurse kur klienti të lë indiferent, nuk përgjigjet, ta lësin, thotë pa shiko se do flas me burrin, me gruan, ma dërgo me email. Këto janë bullshit edhe këto janë që thjesht po janë shumë të sjellshëm tek ty. Po të thonë jo, se s'du më marrë më me ty. Kurse ai që thotë jo, ai është serioz sepse këtu tani fillon ajo që thuhet trajtimi i kundërshtive. Pse jo? Edhe tre janë arsyet pse jo. Okay. Nuk pëlqen produkti, pra nuk gjen vlerë tek produkti, unë nuk jam i qartë të ta shpjegoj që ti do të transformoj. E dyta, çmimi, nuk di fare, nuk jam te ky çmim, çmimi. Dhe e treta është që nuk kam bezim tek brandi. Produkti më pëlqen, po
nuk më pëlqen brandi, nuk më pëlqen emri ose pronari ose, edhe do shkoj diku tjetër. Edhe është më së normale. Cila mendon se duhet me u rregullu, nëse është një ndër këto të treja? Cila është më imediate që duhet rregullu nga këto tre arsyet? Kryesorja e para është modeli i biznesit. Domethënë mos fillo me asgjë tjetër pa përcaktuar modelin e biznesit tënd. Shumica e pronarëve të biznesit kanë atë tendencën duhet shes shumë, duhet bëj shumë, duhet bëj shumë. Po nëse ti shërben 8 miliard banorëve, nuk ke biznes. Ke një ëndër në sirtar, por nuk është biznes. Në momenti që ti ke një që quhet model biznesi, kujt klienti ju shërben, ke disa klasifikator ose sa tregues kush meriton që të jetë klienti yt, atëherë po, mund të futemi edhe të analizojmë biznesin tënd, edhe pse jo, mund të bësh edhe një biznes që ka falas, edhe të shohësh se nga t'ja fillosh. Më përmende pak më parë që ne mund të japim fillimisht një produkt falas ose të lirë para se me kalu tek high ticket. Është gjithmonë rasti i tillë? Me thënë drejtën, po. Domethënë kjo është funnel domethënë. Kjo është një lloj funneli ose është një lloj mënyre ajo tradicionale. Si mund të shesësh një kuti me çokoladata, i bëj një falas. Ai do ta shijojë, do ta pëlqejë. Nëse do i pëlqej çokolata, do ta blej vetë, nuk ka nevojë me u bë shumë pushi, stresi, la. Ajo që funksionon është që rrota është shpikur, nuk ke nevojë më ta shpikësh rrotën, thjesht implementoje në bazë të biznesit tënd ose në bazë të modelit tënd biznesi. Super. Kjo është teknologjia që ne përdorim. Cili është ndryshimi që ke pa tek sipërmarrësit që vinë tek ti, që kanë ato bazat e shitjes dhe pastaj mos i kanë dalë nga akademia? Me thënë drejtën, pronarët e biznesit kanë një gjë që janë shumë full me punë, kanë shumë kohë. Domethënë nuk kanë shumë kohë, janë shumë plot. Dhe ilaçi i parë që ata fillojnë të ndjejnë dhe shërojnë është që kanë një çik më shumë kohë. Fillojnë njohin një çik ato të shtëpisë, njohin kalamajt, njohin prindrit dhe fillojnë edhe bëjnë pak jetë më cilësore. E dyta pasaj është pjesa e fitimit, po, fitimi është element shumë i rëndësishëm, i cili ndikon. Dhe pasaj e treta është niveli i tregut. Pra, fillojnë edhe prekin pak të konceptin që modeli biznesit, tregu, kam nevojë të harxoj kohë për 8 miliard banor, mjafton kem atë zonën time të influencës dhe biznesi është vetërë për të më çuar mua në pikën B. Jam këtu në pikën A, do shkoj në pikën B. Unë nuk jam biznesi. Unë nuk jam biznesi. Unë jam një person i cili e përdor biznesin si një lloj veture për të më çuar në jetën e ëndrave. A mendon se ka ndryshuar pak kjo, desha të kundërshtoj pak të kjo që the. Unë nuk jam biznesi. Sot është koha e brandeve personale. Pra vetë brendi jonë, vetë ne jemi një biznes në vetë. A mendon që tash jemi bë vetë biznesi? Po, ke dalë shumë bukur, më pëlqeu kjo pjesë. Patjetër që personal brandi është një ndër gjërat që edhe unë e rekomandoj shumë fort. Por ja le të marrim Giulio. Giulio është po t'jap pak përshtypjen time nga jashtë. Sot është ta kuptoj, kam bërë punë të mirë me brandin tim apo jo? Ja, është hera dytë që takohemi, apo jo? Një herë jemi takuar në një mbrëmje shumë pak të 10 sekonda dhe hera dytë. Unë të njoh vetëm nga puna jote. Unë pëlqen brandi yt që ti ke bërë, sepse ajo shpreha që ti thua është që unë s'kam kohë më marrë tash me ton kush jam. Fix. Unë vishem edhe thrit tash kam këtë zonën time të influencës dhe në qoftë se ti nuk më njeh, nuk ke pse më tako. Dhe ti që këtu, ti ke ndërtuar brandin tënd dhe mu pëlqen shumë brandi jot. Po a është kjo jeta jote? Jo. Pse jo, sepse çështja është e tillë që ja, të të bëj një pyetje që ta thuash ti me fjalën tënde. Sa kohë merr biznesi? 24 orë. 24 orë. Tani kur e fillove këtë biznes, pse e fillove këtë? E fillova se me thënë drejt, ka qenë edhe një thirrje që i vogël, kam pas gjithmonë dëshirë me bëj gjatë male, me veten, por që edhe me fitu lek më shumë, me njoft njerëz, me rrit networkën tem, edhe kryesorja për me ndihmu sipërmarrësit e tjerë me nxjerrën pa atë vlerat që kanë. Bukur. Kjo është një grup arsyesh. Tani ne closerat futemi çik më thellë. Le të themi që ti i bëre atë targetin tënd financiar. What's next? What's next? Ups. Të gjithë pronarët e biznesit, të gjithë këto personal brandet duan të bëjnë jetë si Masandrave. Unë du t'i
në Tajland, du të ustoj në Tajland, du që mos jemi detyruar që të shes kohën për para. 89% e njerëzve sot shesin kohën për para në gjithë botën. Janë të paguar shumë mirë, mund të jenë të paguar shumë mirë, por shesin kohën për para. Edhe ëndra e tyre është shiko vëlla, unë nuk du të shes më kohën për para. Pse? Sepse du të bëj jetën e ëndrave, du të bëj tiki në udhëtimet në vendet që dua, të shijoj familjen time, nuk e di i fejuar, i martuar, por nuk po ndaj pjesën tënde personale. Një lidhje me biznesin ty. Sepse është në varësi tënde si atje, por në rastin tim për shembull dhe unë jam në të njëjtën, sepse ne të dy jemi në të njëjtin industri. Dhe unë shes personal brandin tim. Edhe unë jam eri business coach në gjuhën e biznesit, por jam edhe një baba, jam edhe një bashkëshort. Edhe unë thua që eri business coach, edhe unë 24 orë rri. Por është çështje momentale derisa ta vë makinën në lëvizje që të punoj dhe pastaj unë do rri me ambicia ime ose next im është familja. Familja, gocat, kam 2 vajza, kam shumë të mira. Edhe këto kanë një karakteristikë që rriten shumë shpejt. Nuk e di këto gocat e tjerëve, po këto gocat e mia rriten shumë shpejt. Edhe ëndra ime është që sa ta bëj këtë makineri në fitim prurse sa më shpejt, edhe pastaj nuk është kjo jeta ime. Jeta ime është kjo tjetra. Pa diskutim që nuk do ndaloj kurrë së ndihmuar i pronarët e bizneseve që të fitojnë jetën e tyre, ta rifitojnë, sepse është edhe shpejt, u bëm çik filozofik tash. Okay. Njeriu ka 2 jetë. Jeta e dytë fillon menjëherë sapo e kupton që jeta e parë s'kthehet më. Edhe kur ti sheforën e rëzum, mos më, që kam kaq pas kthehet më jeta, atëherë aty sapo ka filluar jeta e dytë. Dhe në këtë lloj pikpamje, kjo është ajo që thellësisht pronarët e biznesit punojnë, edhe njerëzit punojnë. Nuk punojnë sepse dua patjetër të bëj këtë gjë që patjetër që është shumë e mirë, por është thjesht trampolin. Është një xhamp që unë shkoj atje ku dua. Të kuptova. Shumë e bukur. Fitosh lirin. Kam 2 pyetje kështu, njëra pas tjetrës. E para, shumica sipërmarrësve delegojnë shumicën e proceseve, shumicën e ndoshta edhe të aftësive. Për shembull, ndoshta s'kam një aftësi në marketing, por marr dikë të zotin edhe delegoj marketingun. Shitja, a mund të delegohet nga një sipërmarrës ose nga një pronar biznesit? Po, tash këtu më kapi çik ngushtë. Tani shitja është diçka që themi është jetësore. Nëse ti je një pronar biznesi shumë i fortë, ose edhe i vogël, i dobët, s'ka rëndësi, ti je një shitës. Pse? Sepse ti shet vizionin tënd tek klientët e tu, por e shet vizionin tënd edhe tek ekipi yt, tek stafi jot. Po. Edhe stafi vjen një moment që nuk vjen më vetëm për atë rrogën, por vjen sepse rrogën ai mund ta marrë ku doj. Po tek Giulio, se si trajtohet stafi, tek misioni i Giulios dhe tek kjo gjëja që Giulio ka, atëherë ti fillon të thithësh më quality people. Momenti që ti thith quality people, çka ke bërë? Ke bërë shitje, ke bërë closing, nuk e po shitje. Dhe shitja është një gjë që ka të bëjë ngushtësisht me pronarin e biznesit, sepse ndryshe nuk funksionon biznesi. Merr njeriu më të pasur në botë, Elon Musk. Është ai shitës? Ai është super shitës, sepse është gjithkohës duke kërkuar investitorë që të financojnë idetë e tij. Jeff Bezos, super shitës. Ai kur bëri Amazonin, nuk e di nëse e ke parë atë filmin e tij. Gjatë gjithë kohës, shiko, do i financosh projektin tim. Shiko, Amazoni, ç'është ky libër tash, ka bullshit. Pra, gjithmonë pronarët e biznesit janë shitje. Dhe janë gjithmonë në kërkim të ose të stafit, njerëzve të duhur, ose të financimin të fondeve, ose edhe thjesht klient, hajde më shit produktin. Nuk është gjë që mund ta delegosh, mund të kopjosh. Është coaching, është një ndër këto 4 skillsat që unë kam këtu. Pasi këta perfeksionohen shumë mirë në closing, duhet të mësojnë coaching që të duplikojnë veten. Dhe ti po, shto shicat e tu. Sa më shumë shicat kesh të mirë closer, atë kesh të mirë në kompaninë tënde, aq më shumë lart do shkosh, dhe aq më afër do si ti je asaj jetës së ëndrave. Super, të kuptova. Shitja ose closing? Closing më mirë. A është më shumë grup aftësish apo është më shumë mindset? Kjo është pyetje e bukur. Është set skills, është një grup aftësish, sepse closing kemi one to one, kemi one to many, një me një, kemi një me shumë, kemi në telefon, kemi në fizikisht në tavolinë, kemi në Zoom, kemi në writing. Pra,
është një set aftësisë. Ke shitje në grup për shembull në një seminar të madh aty me 2000 veta, ti bën që ata të blejnë produktin tënd. Pra, shitja është një set aftësisë, closing është një set aftësisë ku nëpërmjet një specializimi në bas nevojave që ke, neve specializohemi dhe themi shiko, ti ke nevojë vetëm për këtë, për shembull vetëm për çit në telefon ose vetëm për çit në Zoom. Po shiko se unë jam shumë i mirë për tavolina. Kujdes. Këta që janë shumë të mirë në tavolina, kam shumë respekt edhe përgjithsisht 90% pronarëve të biznesit janë njerëzakonisht shumë të mirë në tavolinë. Limitojnë pak pjesën e asaj që quhet të ndihmosh klientin, sepse neve themi nëse do të ndihmosh, duhet të shesësh aty. Nuk e ndihmon dot nëse nuk i shet gjë. Çfarë do të thënë kjo? Do të thotë që nëse ti të knaq muhabet në tavolinë, të ma 4 orë në muhabet, nga dreka shko darkë të knaq, por ti nuk realizon shitjen, ti ke marr kohën atij çketit kot, edhe vetë tot, sepse ai do të bëj biznes me ty. Do të bëj biznes që të ndryshoj jetën, të përmirësoj jetën e tij nëpërmjet biznesit tënd. Dhe kur ti je shumë i ëmbël në tavolinë, kjo është problemi numër 1 që neve sharojmë tek programi jonë, është që nuk duhet të jesh një bashkëbisedues shumë i mirë. Por duhet ta përdorësh bashkëbisedimin si një hook, si një lloj elementi që ta mbyllësh klientin. Jo ti je vetëm bashkëbisedues dhe ka, "Ha, çfarë bone?" Mirë, kalon mirë, u kënaqëm. Ato ishin shumë të mirë. Vdes. Se do më ha kohën, pse më ha kohën? Pa i dominit me gruan e vet, me fëmijët e vet, ose me burrin e vet, me fëmijët e vet, ose me miqtë e tu. Kot tash. Jo po unë i kënaq ata, po mi mund t'i kënaqesh, po duhet t'i ndihmosh, jo vetëm t'i kënaqesh. Mund t'i kënaqesh për një moment edhe pastaj duhet t'i ndihmosh. Sa je dakord me shprehjen, nëse ti po fokusohesh, se të bëj një parantezë, ti punon shumë me brandin tënd personal, me pjesën e marketingut, po e quajmë. Edhe sigurisht edhe me shitje që është ekspertiza jote. Sa je dakord me shprehjen, nëse ti po fokusohesh shumë tek shitja, do thotë që nuk po bën marketing të mirë. Tani këtu ka elementi marketingut, është pak është abuzuar që kjo puna e marketingut edhe pjesa e gjës. Ka disa lloje marketingu, ka disa lloje qëllimesh marketingu. Disa për shembull marrin kështu social media manager, do të bëj marketingun, mirë po nuk shohin rezultate të prekshme dhe është humbje kohe. Në aspektin tim, marketingu është unë përdor sistemin e asaj që thash me çokolladat, ku unë prezencën time online, unë e përdor si një lloj, le të themi, kopshti, ku njerëzit shikojnë, nëse shohin vlerë tek mua, atëherë të futen më thellë. Nëse ata nuk shikojnë vlerë tek mua, shohin me një vend tjetër, sepse mbase mund t'i pëlqej kjo filozofia ime, por thjesht diksioni im, mënyra se si unë flas, mënyra theksi ka të bëjë shumë, nuk i pëlqen. Atëherë shkojmë në vend tjetër. Dhe unë këtë e përdor kryesisht nëse do i quajmë prezencën online marketing, ku unë e përdor si një lloj kopshti që të mbjell ato lulet me aromë të mirë, që kushdo që ndjen aromën dhe i pëlqen, thotë, shiko, du me blej këtë lule. Pra, është më tepër jap çokoladata falas, se sa është për të shitur çokoladata falas. Por nga ana tjetër duhet kuptojmë një gjë tjetër, që ka shumë probleme me pjesën e marketingut, njerëzit fokusohen shumë tek ajo view, like, këto, dhe ngatrojnë diferencën ndërmjet marketingut, pra domethënë view, like, edhe blerës. Detyra marketingut është gjithë blerës, jo. Shqyr që e tha dikush përveç me na doli. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse si filozofi biznesi ti harxhon shumë kohë, energji, para, burime, staf për marketing, por nuk ke gjeneruar blerës, atëherë të drejgjin po e bën. Merrem sa closing. Unë son merkat. Eri, ke një masterclass që zgjat 2 orë. Edhe aty ke vendos një pjesë të madhe të ekspertizës tonë. Tash në fillim the që ekspertiza jonë duhet vlerësohet me lek. Nga ana tjetër po e bën falas. Pse falas është gjithë këtë eksperiencë, gjithë këto vite punë i ke kompresuar dhe po jep falas. Po, ti përmendë Alex Hormozin. Unë po përdor strategjinë e tij. Okay. Strategjia e tij është që unë t'jap hartën, t'jap strategjinë, edhe unë jam shumë willing, jam shumë i lumtur, nëse kjo harta të pëlqen. Kjo që unë them, bëje vetë, s'ka problem fare, nuk më detyrosh. Ama nëse do që ta implementosh në biznesin tënd, mund të kërkosh ndihmë nga mua ose nga të tjerë, s'ka rëndësi, por nëse kjo harta të bën punë, është ajo që ty të ndihmon. Dhe kjo është një lloj mënyre se si unë ndihmoj veten, po pronarët e biznesit, të cilët jo a lehtësoj punën. Edhe i them që kjo është harta ime,
Kjo është strategjia ime, kjo është ajo çelësi im I suksesit. Nëse ti e bën dot vetë, provoje, po vetëm provoje jo kur të bësh 90 vjeç. Jepi vetes një kohë, 2 ditë, 1 javë, 1 muaj, 3 muaj, I don't know, po vetëm jepi kohë vetes dhe thuaj, nëse kjo nuk e bëj dot vetëm, pastaj ose do marr aerin, do marr dikë tjetër, s'ka rëndësi, por paktën vërem punë. Shumica e pronarëve të biznesit ngecin këtu. Oh, sa e bukur, pa. S'funksionon për biznesin tim, se biznesi im është ndryshe. Yes, është ndryshe dhe prandaj un kam një sistem coaching, të cilën marr përsipër të ta implementoj në biznesin tënd, sepse kjo është edhe filozofia ime. Unë nuk është se kam lexuar ca libra, edhe kam mësuar ca gjona, edhe hajtë se po ti them unë shes atë që ha. Pra, torta që unë shes, keku që unë shes, unë e konsumoj vetë. Edhe them, kështu e kam bënë të biznesi im, kështu e kam bërë te ky klienti, te ky industria jote, Hajde të ndihmoj ta bësh tek industria jote. Dhe kjo është një metodë shumë e thjeshtë për të kursyer kohën, sepse pronarët e biznesit janë shumë full, s'kan kohë fare. Edhe minimumi 2 orë, pse kam 2 orë, minimumi është 2 orë sepse këtu tregoj nëse je I angazhuar, apo hajde mirë është ta kemi, je interesuar dhe këtu shoh nivelin tënd të përgatitjes. Kuptoj. Tek akademia jote, besoj ke edhe mentorship one to one, po edhe one to many. Yes. Do të thonë unë mund të marr pjesë edhe one to many, sepse nëse një gjë problematikën e dikujt dhe ti ja zgjidh direkt, mund të mësoj edhe indirekt. Exakt. Është ai I ngjashëm atë community-n që ke ti që po krijon ti. Po. Yes, exakt. Do të thotë filozofia është e njëjtë. Un kam një problem që quhet siç është Hajtigit. Atëherë neve kemi kemi shkuar në 10 vende. Jemi në mbi 10 vende të botës, të cilët kemi të njëjtin hall. Si të dalim nga rrota e biznesit, si ta bëjmë biznesin që të rrisim 50%, 100% biznesin, pra shojmë 0, por të fitojmë kohë. Dhe këtu ka industri të dyshme që nga real estate, nga ndërtimi, nga shërbime konsulencas, B2B, B2C, whatever. Dhe ti fiton nga fuqia e komunitetit. Pse akademia online? Akademia online kryesorja është sepse neve mësojmë sipas ritmit ton. Nëse ne do bëjmë trajnim gjithë bashkë, ca mund të ecin shpejt, mësojnë shpejt, ca ecin avash. Dhe arsyeja e akademisë është që ti e ke në telefonin tënd, e ke shumë komode, ti mund ta ndalosh, mund ta kthesh prap, mund bësh pyetje, mund bësh diçka dhe je komplet it's up to you, nuk je me grupin. Zhvillimi është joti. Pastaj ti fiton nga fuqia e komunitetit tënd. Kur ti kupton edhe këtu është fuqia e madhe e asaj që ka ndodhur në jetën time, është kur unë isha pjesë e një komuniteti të pronarëve të biznesit në gjithë botën dhe kuptova që ai në Angli, ai në Zvicër, kishte eksaktësisht problemin tim. Problemi në Shqipëri. Eksakt. Të njëjtin. Si ka unë. Dhe kjo është fuqia e community. Kjo është fuqia, ne mësojmë më shumë nga njëri tjetri nga community se sa nga mentori ose nga gjëra. Patjetër që duhet të ketë një focus group. Nëse s'mund të shkoj dot, community kam fut në kurs vallëzimi, do të mësoj biznesin. What is that? Dhe ka dhe shkëmbime biznesi, me biznes bashkë. Super. Kur erdhën fillim the që suksesi për njerëz të ndryshëm është I ndryshëm. Për dikë është suksesi të kesh një familje shëndetshme, për dikë është një target financiar e tjerë. Ç'është suksesi për ty? Pyetje bukur. E vetmi gjë që unë e krahasoj me suksesin është vetëm koha. Domethënë përdorimi I kohës time. Qoftë se unë ul kohën e punës time, edhe rris kohën cilësore, kohën me familjen, për mua ky është sukses. Edhe kjo është njësia mace imja. Unë kam kuptuar herët këtë jetën e dytë. Edhe them, nëse kjo nuk kthehet më, atëherë duhet me shiju jetën e dytë. Edhe jeta e dytë fillon në momentin kur ti kupton vërtet, jo literalisht, jo kështu nga ana ta kanë thënë, po vërtet që nuk kthehet më koha. Domethënë gjithë neve jemi time limited. Nuk kemi kështu. Pra ne habitem shumë me këto pronarët e biznesit që e kanë një çik me terezi. Me terezi, avash. No, men, është kohë, domethënë. Atë ka funksionu më shumë se me që po më thu pjesën e urgjencës, duhet të kesh një sens urgjence. Atë ka funksionu më shumë me kënë tolerant apo kritik ndaj vetes në biznes? Ne kemi atë shprehjen high intention, low attachment. A mund të më shpjegosh? Qëllimi është I lartë, jashtëzakonisht shumë I lartë, ama lidhja emocionale është e ulët. Çfarë do të them me këtë? Neve
qëllimin kemi të arrijmë rezultatet. Por nëse ti lidhesh ngushtësisht mbas rezultateve, pra lidhesh emocionalisht me to, ti do ikësh grob do historit e kam provuar. Kam qenë shumë i lidhur mbas objektivave, me target financiar, më gjëra dhe po shifja që po shkoja po thyja turit edhe po digja energji. Momentin që fillova të vënë në praktik high intention, low attachment, atëherë thash shiko, me kë mund të lidhem unë emocionalisht? Me aftësitë e mia. Pra unë nuk shoh rezultatet, po shoh aftësitë e mia. Metafora që unë përdor është gjithmonë ajo pjesa e palestrës. Nuk ka rëndësi me u mat muskujt e barkut, a do arrin 6 packs ose jo. Apo shkojnë palestër. Edhe nëse ti shkon palestër, nuk është pyetje a do kesh apo jo. Shko dhe marrë punë. Dhe ti duhet lidhesh emocionalisht me vajtjen palestër. Nuk duhet lidhesh mas rezultatit. Nëse ti je në fokusin e skillsave, pra aftësisë tënde, dhe skillsat janë marrë punë. Nuk mund të jesh do të kështu closer, po e di unë këtë si bëhet. Jo, është time, është time. 25 orë në closing fillon të shohësh çik bazat. Por kur duke praktikuar ti, nëse nuk e di, do na dalë koha mund të bëjmë një roleplay më vonë, por çështja është që kur ti praktikon, aty po mëson. Neve qëllimi i mësimit tonë është që të praktikojmë, pra të bëhemi mjeshtër. Unë si di të gjitha. Po ti di gjitha, time dead. Unë një gjë e di, po e di që e kam praktikuar shumë. Dhe qëllimi jonë është me orë pune. Dhe nëse ti lidhesh emocionalisht me skillsin tënd, pra me aftësinë tënde që të bëj këto 25 orë ose të bëj këto gjëra, atëherë ndryshon komplet gjëja. Dhe rezultati patjetër që do vi. Dan Penja është një shit shumë i mirë. Është edhe investor në private equity në shumë biznese. Edhe ai thotë që ti je 1000 thirrje cold calls larg të së bëret milioner ose së bëret i suksesshëm. Sa je dakord? Okej, shiko, Giulio, jam shumë dakord. Mund të jenë edhe si parulla, por pak a shumë sa je dakord, si më thënë, me këtë koncept. Giulio, jam dakord me këtë, nuk e njoh personalisht. Neve si strategji përdorim edhe outbound, pra cold call, por edhe inbound, pjesën e kësaj hot leads. Po. Pra pjesën e kopshtit. Ti mund të bësh hunting, mund dalësh për gjah, ose mund bësh farming. Mund mbjenësh atë kopshtin edhe kush do të vi. Përgjithsisht kjo e dyta më pëlqen më shumë sepse kjo e para është çik strategji old school. Old school. Njerëzit bëjnë biznes sot në 2026 me metoda old school, janë one man show, all in one. Në lidhje me outboundin ose me cold call, mendoj që është çik e vështirë ajo menaxhimi i emocioneve. Sepse kur ti merr aq shumë refuzime dhe merr shumë gjëra, tash i ka zgjidh roboti. Tash të merr robotin në telefon për pak muaj, Marinela, sa kohë kemi ne? Për pak kohë do bëhet shqip roboti. Dhe të merr robotin në telefon, bën atë skriptin që ti do e trajnon, e bën, kështu që jemi çik në epokë tjetër tani se sa të vazhdojmë akoma me cold call. Për mua cold call më mirë merru mësoj closerin, mësoj closer etikit, ato orë shpenzoj aty dhe pastaj këtë strategji mund të ndihmoj roboti ose mund të perfeksionosh shumë mirë në atë që ti e ke filluar biznesin kur më fole për copywriting. Edhe ti mund ta përdorësh copywriting si një lloj teknike për të lica hot. Unë jam kundra, madje edhe Aleksi është shumë pro kësaj. Alex Hormozi, unë jam kundra, sa më shumë jo të marrësh, aq më afër posësh. Pavarësisht se është e vërtet, po unë jam kundra. Merr sa më shumë kështu, bëj një liste, bëj task liste, bëj bullshit. Strategji e vjetruar. Është old school. Tani jemi në epokën e AI-t, ka shumë gjëra që të ta lehtësoj punën. Dhe në momentin që ti përdor një strategji të vjetër, nuk arrin dot rezultate të shpejta, edhe të mira. Qëse përdor strategjinë e re, marrë punë shpejt. Pak a shumë, sa zgjat trajnimi tek akademia, Eri Business Academy? Shiko, ka të ndryshme. Do me thënë, minimumi i angazhimit ton, minimumi fare, është 5 javë. Këta që na kërkojnë trajnime 2 ditore dhe kërkojnë mrekullira, themi po, urdhroj ke këtë trajnimin, siç ajo që do bëjmë bashkë neve, Closer Masterclass, trajnim falas 2 orë, është që shifi erë, çat bën punë, do të shif skemën edhe atë bën apo s'të bën punë. Dhe pastaj është në it's up to you, sa do ti të angazhohesh. 12 muaj, 18 muaj, 2 vjet, 3 vjet. Unë kam pronar biznese që neve kemi fillu bashkë,
kemi paca rezultate dhe pastaj kemi shtrisë stafi. Edhe e kemi rrjetizuar sepse gjithë çështja është me ndërtu kulturë, me ndërtu mos ishte nëse ti je më i miri në dhomë, dil nga ajo. Për jashtë, se ty duket vetja sikur i kërësish Jack Maya flet në telefon me Bill Gatesin në gjuhën kineze. Jack Maya duket vetja kështu, sa inteligjent që jam, bullshit. Pra, në këtë forme është pjesa se nuk ka një recet standarde. Sa fuqi ke ti dhe sa më shumë vazhdosh, aq më mirë është për ty. Sa më shumë rezultate merr, aq më shumë vazhdosh, si puna palestrat. Sa kohë duhet me bë palestër? Giulio. Ja, këtë fizik që ke ti për shumë. Sa kohë? Për sa kohë do të jesh i suksesshëm? Sa kohë do të marrësh trupin formë? Është një gjë. Tek akademia juaj, është, si më thënë, vetëm për sipërmarrës apo edhe për grupe sales group, si më thënë, të kompanive të ndryshme? Po, këtu kemi dy grupe, domethënë akademia është një vegël. Unë kam bërë konsulencët e biznesit në fillimet e mia dhe pash që nuk po merrshim dot rezultatet që donim, sepse pronarët e biznesit nuk i ekzekutonin dot. Vjen një moment që ti e di shumë mirë se çfarë duhet me bë, po nuk e ekzekuton dot, nuk e vë dot në punë. Atë çfarë të duhet pak më tepër informacion. Dhe pikërisht prandaj krijova dhe Eri Business Academy si një lloj vegle, si një lloj mjeti që ti të mësosh më shumë dhe kur neve takohemi bashkë vetëm merremi me implementimin. Pra nuk mëson duke lënë bashkë takim, po mëson nga programi. Pronarët e biznesit unë preferoj që ta fillojnë të parët dhe pastaj ta çojnë te stafi, por ka dhe një grup personash, si ai personi që do luajmë bashkë roleplay nëse do na dalë koha në fund, që duan të shtojnë një zero të ardhurave të tyre, kanë një punë fikse ose kanë një pagë fikse, një pagë fikse, edhe mendojnë, shiko, pse mos ta arris këtë? Atëherë ti mëson si të mbyllësh closer high ticket, pra të mëson si të shesësh produkte të shtrenjta, certifikohesh, bën provimin, dhe pastaj mund të gjesh punë nga shtëpia, part-time, fillimisht, mos bësh gjëra të tmerrshme, dhe pastaj mund të ta kthesh këtë në zanat, mund ta kthesh këtë në burim të ardhurave kryesore që ti ke. Sepse kur flasim për high ticket ka marrë fitimi të lartë dhe ka fitim për gjithë. Ka fitim për gjithë. E thotë edhe CEO i Louis Vuitton, që është për një periudhë ishte kompania më e, domethënë me market cap më të madh. Edhe ai thoshte luxury, profiti më i madh është tek luxury products. Kështu që aty Eksakt. Kur thotë ai, Pra, domethënë e kemi shpik rrotën. Giulio, e kemi shpik rrota, nuk po e shpikim neve. Neve thjesht pa e përdorë. Eri, para se ta mbyllim, kam dëshirë që me kompresu me përmbledh gjithë këtë bisedën tonë me një mesazh për audiencën. Po, Giulio, mesazhi im është shumë i qartë. Si përmarrës, nëse je si përmarrës, ti po bën closing, edhe nëse ti po kërkon staff, ti po bën closing. Edhe nëse ti po kërkon fonde nga bankat, ti po bën closing. Edhe nëse ti po kërkon financime për biznesin tënd, për zgjerim kapitali, ti po bën closing. Edhe nëse po merresh me, Po nëse po i propozoj të dashurës, është closing. Ajo është closing numër 1. Është closing numër 1. Të gjitha programet e closer masterclassit që neve kemi, gjithmonë shembulli është dating. Si të bësh në closer, nuk ka njerëz të pamartuar, të palidhur, se pos ditë atë nuk bën dot, apo jo. Kështu që kjo është kryesore. Pra edhe nëse ti je një prind, edhe do t'i thuash fëmijës që të haj perime, mos haj çokoladë, kjo është closing. Çdo gjë është closing. A ke dëshirë të bësh një closer? Vizito closer.eribusinesscoach.com. Kjo që sapo dëgjuat ishte thjesht një shije e vogël nga masterclassi 2 orësh që Eri ka përgatitur. Unë personalisht do jem aty dhe dëshiroj që t'jeni edhe ju sepse ka shumë vlerë. Të ftoj të vish në masterclassin 2 orësh falas që unë kam për ty. Unë e Giulio do jemi atje dhe të presim që të ndajmë eksperiencat tona bashkë dhe të mësosh aftësinë më të madhe e cila do të japet ty lirinë, fitimin dhe jetën e ëndrave që ti do. Super. Eri, shumë faleminderit për gjithë këtë vlerë që sapo na dhe. Jemi mirëpritën prap.